Për këtë flasim në horizontin e mesditës me analistin politik zotin Selatin Ret Koceri. Zotin Ret Koceri, faleminderit që sot na u bashkove në këtë studio. Faleminderit për ftesë. Kënaqësi. Kurti sot tha se komunikimet me partitë nis pas certifikimit e pam edhe bisedën e ndoqëm me zotin Kolç nga IKD-ja që thotë se nuk ka nevojë të pritet certifikimi kur dihet rezultati, pra çkosa marrëveshje është kaq e domosdoshme por të siguruar numrat. Si i lexoni këto komunikime, veçanërisht të zotit Kurti sot? Ishte vetëm një deklarat për të fituar kohën deri kur certifikohet rezultati për të parë tutje, apo një shenjë që më të vërtet pas certifikimit do t'ulet me dikë e do të bisedoj? Mendoj që Kurti shumë mirë e din që s'ka rëndësi në këto momente fare certifikimi, sepse veç tani më rezultati dihet edhe japim të drejtë zotriut nga IKD se është dashur tani më veç është dashur të kryhen bisedimet edhe të shkohet me tutje, por e dim edhe nga e kaluara, nga dy palë zgjedhjet të cilat i kaluam edhe të shkurtit 2025 edhe dhjetorit, se zoti Kurti nuk zhvillon bisedime serioze, edhe në këtë rast e shohim se e ka të njëjtin rezultat. Mund të themi se është një mesatare, oportunitet në mes të zgjedhjeve të shkurtit kur i kishte 42% dhe zgjedhjeve të dhjetorit ku i pati 51%, tani ka 46% dhe ka një rezultat them shumë të favorshëm që të mos angazhohet tepër shumë për të biseduar me dy partit më të mëdha opozitare. Ai do të vazhdoj në këtë formë, do të provoj, do t'i ftoj në biseda dë përfaqësuesit Lumir Abdigjikun edhe zotin Betri Homza, por ato biseda me ta do t'jenë vetëm formal, sa për të dukur në publik se po bisedohet edhe është interesuar për ta zgjedhur presidentin, por megjithatë mendoj se kë do të shkoj hapave konstituimi i kuvendit, zgjedhja në kryetarëve, edhe do të procedoj me zgjedhjen e qeverisë që do ta bëj pa koalicion. Në kushte normale, në këtë rast me qenë se zgjedhjat janë mbajt apo jemi shku në zgjedhje mu për shkak të se s'kemi mundur ta zgjedhim presidentin, është dashur të procedohet në radhë parë me zgjedhjen e presidentit e pastaj me qeverinë, por jam i bindur se nuk do të ketë marrëveshje politike për qeveri. Kë do ta bëj qeverinë i vetmuar, do ta zgjedh më njëherë pas konstituimit të kuvendit, edhe vetëm nëse provon përsëri nëpërmjet Rashiqit me nënkryetar ta shtyjë nëse i konvenon për ta shtyr edhe një herë procesin zgjedhor për t'ju afruar nëse mendon të shkohet në zgjedhje edhe një palë zgjedhje, do të provoj sot mundet nëpërmjet Rashiqit ta zgjedh, ta luaj lojën e njëjtë që e ka luajtur në zgjedhjet e kaluara. Them se në këtë radhë zoti Kurti ka provuar diçka. Ka provuar që të bisedoj, të dërgoj ndërmjet mësit, si themi ne, në dyert e Ramush Haradinajt. Tani dje e pam se ishte një lloj paralajmërimi, një oferte nga zoti Ramush Haradinaj, por paraprakisht kanë biseduar miq nga lobi amerikan. Një lobist amerikan i cili e ka mik zotin Haradinaj edhe zotin Kurti, është këshilltar i jashtëm i zotit Kurti dhe i njëjti e ka bindur që zoti Ramush Haradinaj do të jetë president në zgjedhjet nga këto zgjedhje. Është punë që pritet të ndodh. Po nënën tjetër edhe nga vendi këtu i ka dërgu një person të besuar të zotit Ramush Haradinaj, i afërt me zotin Ramush Haradinaj, edhe nënën tjetër tani veç është antar i lëvizjes së vendosje, dhe ai i ka kryer bisedimet dhe si duket e ka marrë sinjalin e gjelbërt nga Ramush Haradinaj se ka pranuar. Domethënë nuk ka pyetje që Ramush Haradinaj në këtë radhë ju ka ofru, por ashtu dëshiron Kurti që të duket se Ramush Haradinaj ju ka ofru dhe në këtë rast nëse
nëse do të gjenden deputet nga Partia Demokratike në radhë parë, që do të përkrahin kandidaturën e zotit Ramush Haradinaj, në këtë rast ne do të kemi presidentin në koalicion me zotin... Do ta kemi. Mirë, 53 vetë vendosja. Nuk ka kjo çështje se është vetë ofru zoti Ramush Haradinaj, por ka pas kërkesë nga zoti Kurti. Mirë, a janë votat, a mund ta kemi? 53 vetë vendosja, 7 aleanca, bëjnë 60. Po, votat them se do të ketë vota nga Partia Demokratike. Nuk e refuzojnë Ramush Haradinaj një pjesë e konsideruare deputetëve. Mund të them gjysma e deputetëve të Partisë Demokratike e votojnë. Ka mundësi që disa individ edhe brenda LDK-s ta votojnë zotin Ramush Haradinaj për president të Republikës. Kështu që nga kush do të propozohet zoti Haradinaj për president? Do të propozohet nga Aleanca, do të propozohet nga vetëvendosja? Sigur, ka mundësi këtu të propozohet nga vetë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, apo të jetë vetë kandiduar, i vetë propozuar vetë nga zoti Ramush Haradinaj, i ofruar, e propozon vetëm për president të Republikës. Edhe pse, unë mendoj që është bukur e vështirë të te i kalohen ato që ngjarjet që kanë ndodhur të kaluarën, fyrjet, sharjet, çka të themi, dy anshme, sidomos zotit Ramush Haradinaj e ka fyran zotin Kurti, por megjithatë mendoj se është një kontribut nëse zoti Ramush Haradinaj në këtë rast pranon të jetë president, sepse tani më po t'je që nëse shkojmë çdo muaj në zgjedhje, ndryshimet në rezultat janë aq të vogla, sa që na duhet pajtohemi që edhe 10 vjet, për 10 vjet ta kemi kryeministër zotin Kurti, pa marrë parasysh që s'është ka punon kur gjë, pa marrë parasysh që vendin pe degradon shumë keq, por një shpresë e vetme mbetet që nëse Ramush Haradinaj do të jetë president, spaku marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gozjen amerikan, edhe me disa kërkesa me NATO-n, pastaj do të realizohen. Nëse ky ka vu kom zoti Kurti se nuk e pranon gozën amerikan, nuk bën asgjë për NATO, i ka prish marrëdhëniet, nuk kemi ambasador të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Krejt këtu janë elemente të cilat ndoshta i ka rënë mend zotit Kurti që më në fund duhet ta ketë një president që i kthen apo i rehabiliton. Unë mendoj që në këto momente nuk është asnjëri prej liderëve, as Vjosa, as Lumir Abdixhiku, as Bedri Hamza, më i mirë dhe më i fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mund t'i bëj të gjitha këto si president zoti Ramush Haradinaj, edhe mendoj që duhet të pajtohemi edhe duhet të pajtohen. Në këtë rast pajtohet, është pajtu zoti Kurti, sepse unë thash ka dërgu, jam i sigurt, nuk po jap informat para një javë, jo kam dhënë televizionit shqiptar. Këtë informace kam nga burimet e sigurta, e kam nga njeriu që e ka marr obligimin për të biseduar me zotin. Pas certifikimit. Po, zgjedh qeverinë. Do ta zgjedh qeverinë. A ka fjalën sot vetëm për qeverinë apo edhe për çështjen e presidentit? Ja, e pat për qeverinë, për presidentin vazhdon. Ai zgjedh qeverinë edhe me presidentin. Se për qeverinë i ka votat. Po, i ka votat. Edhe s'ka nevojë të ketë koalicion për qeverinë, nëse zoti Ramush Haradinaj i pranon të jetë president, edhe qeverinë do ta udhëheqë. Atëherë çka është deklarimi i Lutfi Azirit pra? Nëse ky është një skenar që ju thuani se është më realistik, për të ndodhur, çka është deklarimi i Lutfi Azirit? U diskutua bukur shumë, a po flet Lutfi Aziri vet, apo po flet në emër të LDK-s, ai tha vetë që po flet në emër të LDK-s dhe po flet për një marrëveshje të gjerë pa koalicion të mirëfillt qeverisës. Të kaluarën e lutës e dim të gjithë, ai është i afërt, ka qenë edhe me PDK-n edhe me të gjithë të kaluarën, edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Në një farë mënyrë ai po flet më shumë ndoshta në emër të Lumir Abdixhikut se sa të pjesës tjetër që janë kategorikisht kundër për të hyrë në koalicion me kohën brenda LDK-s, ndoshta grupi më i madh është i atyre që janë për koalicion, por megjithatë
deri në 5 individ deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës në asnjë mënyrë nuk pranojnë koalicionin apo për të bërë edhe një herë zonja Vjosa Osmani ose Lumir Abdixhiku, por luta po llogarit që ai do të jetë presidenti i Rodhës, mendoj që kjo luta po llogarit që do të jetë presidenti për vete. Okay. Luta llogarit për vete dhe ky skenar nuk është i pamundur të realizohet sepse nuk i ka votat luta me LDK-n e vet edhe me po mirë, LDK vetëvendosje ka më shumë vota se sa LDK dhe Aleancë. Dua të them vetëvendosje Aleancë. S'ka lidhje, unë thash, ka brenda LDK-s deputet që e votojnë në zotin Ramush Haradinaj dhe ka shumicë të PDK-s që e votojnë rrinë salë. Spaku rrinë salë dhe rundin e tretë votohet me 61 deputet. Dhe gjasat janë shumë reale që kësaj radhe të kemi edhe qeveri, të kemi edhe president, edhe të kalohet kënd gërç, ma në fond, edhe duhet të kalohet sepse gjasat për të ndryshuar me vot në këto momente, edhe për shkak të dobësive të mëdha që i ka opozita, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, kanë dobësi të mëdha të cilat nuk kanë mundur të i kalojnë. Ka qenë krejt e arsyeshme që në këtë rast të humbë vota lëvizja vetëvendosjes, sepse vërtet s'ka punuar asgjë dhe ajo pjesë intelektuale të cilën mund ta ketë lëvizja vetëvendosje, ata e kanë bojkotuar. Nuk kanë shku me opozitarët, por nuk e kanë votuar zotin Kurti, e kanë bojkotuar sistemin. Pikërisht. Kjo është partia më e madhe në Kosovë, 63% i ka. Në këtë rast, Partia Demokratike të humbë 37.000 vota. Në rastin kur e ishte në pozitën më të favorshme, kjo vërtet është e pakuptueshme. Pse i ka humbur? I ka humbur sepse zoti Bedri Hamza vazhdimisht është deklaruar se s'ka vija të kuqe me lëvizjen vetëvendosje. Si nuk ka vija të kuqe me lëvizjen vetëvendosje kur ti vazhdimisht e ke quajtur parti antishtet, e ke quajtur Albinin proserb, e ke quajtur me gjitha etiketat e mundshme, në anën tjetër ti po thon nuk ka vija të kuqe. Duhet të ketë vija të kuqe. Duhet të ketë vija të kuqe me një parti që ti po e konsideron se është rrezik për shtetin edhe për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës. Dhe për këtë arsye, Drenasi kur në histori, edhe Drenica kur në historinë e vet nuk ka dalë numër më të vogël të votuesve se sa në këtë rast 32%. Kjo vërtet tregon se është bojkotuar. Në anën tjetër Mitrovica e vet zotit Bedri Hamza e ka bojkotuar dhe kanë humbur shumë Partia Demokratike në Mitrovic që spaku aty është dashur të ketë një rezultat shumë më të favorshëm Partia Demokratike. Në këtë mënyrë asnjë mundësi për koalicion PDK vetëvendosje nuk do të ketë sepse këtë nuk e pranon Drenica, e nëse nuk e pranon Drenica nuk ka PDK, nuk ka koalicion me kërkon. Në anën tjetër LDK-ja është e pasigurt në numra, kështu që shkohet më mirë me opcionin e zotit Ramush Haradinaj. Kjo përqindja e madhe e partia kushtimisht, tash po sigur po thuhet partia më e madhe në Kosovë, partia atyre që s'dalin për të votu, po thonë, sigur po lexoj, nësa mund të bën tash marrëveshjet, pse s'janë bërë që një vjet e gjys. Pse s'janë bërë që një vjet e gjys? Apo ndoshta është dashur që të flet populli përmes mos pjesëmarrjes në zgjedhje? Mendoj që kjo është një shembull, një vrejtje që populli i ka dhënë në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Dhe sigurisht nuk, nëse shkojmë në një zgjedhje, unë jam i bindur që bojkotimi, apo më tepër se 25% e qytetarëve nuk do të dalin në votime. Andaj këtë e ka hetuar edhe zoti Kurti dhe i dohet domosdo një koalicion, në këtë rast jo publik, një lloj kryetari konsensual, një kopje e zotit Ibrahim Rugova, kur e kishte emruar zotin Ramush Haradinaj kryeministër të Republikës Kosovës, dhe në këtë rast e ka pasë në atë kohë, mas i ka bënd atë kohë të jetë kryeministër një parti, aq s'ka pas deputet më shumë, mas në atë kohë edhe e din forcën,
e din forcën e zotit Ramush Haradinaj, unë besoj me qenë se ka shkuar disa herë në Glogjan, edhe pas asaj çka e ka etiketuar, e ka provokuar, e ka thënë fjalë të ndryshme zoti Ramush Haradinaj, me qenë se ky ka shku në Glogjan, besoj që pajton, besoj që ka pajtu, edhe në anën tjetër edhe Ramushi pranon të jetë president të kryen edhe këtë mision transition të na çojnë drejt NATO-s, na pajtoj me Amerikën, ta merr gazin amerikan, edhe në këtë mënyrë edhe e leton zotin Kurti nga ato fjalët e veta që i ka thënë, i merr përsipër ja lën zotit Ramush Haradinaj, na kujtohet mirë kur ja ka pas lënë dialogun Ramush Haradinaj thoqit. Në këtë rast do t'ja lën politikën e jashtme, edhe pse zonja Vjosa Osmani nuk dëshiron të t'ja lën, në këtë rast do ja lë politikën e jashtme zotit Ramush Haradinaj, edhe zotit Glauko Njufca, që do t'jetë ministri punëve të jashtme, mendoj që zoti Glauko Njufca edhe zoti Ramush Haradinaj kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme. Edhe do të jetë përkundër atyre fjalëve që gjithë atyre fjalëve që janë thënë. Pa marrë parasysh marrëdhëniet e familjes Konjufca janë të vjetra me familjen Haradinaj. Babai i zotit Glauko Njufca, se unë i kam vendas ata, kanë marrëdhënie, kemi po disa herë që zoti Ramush Haradinaj dhe Daut Haradinaj janë deklaruar publikisht se kemi respekt jashtëzakonshëm për familjen Konjufca. Kështu që tandemi Konjufca Ramush Haradinaj do të kthejnë diplomacinë e shkatruar për këto 6 vite. Ju e bët punë të kryer këtë punë Ramush Haradinaj, presidenti i Republikës Kosovës. Shiqo, brenda ta përmbyllim. Po, brenda VV-s ka plot që nuk do ta donin kurrë Ramush Haradinaj, por aty vendos vetëm një njeri. Ata janë robot. Ata janë në makinë votuese. Asnjë kundërshtim nuk do ta ketë nga janë selektu. Kundërshtarët nuk janë mo ata që mund ta kundërshtojnë zotin Kurti, ata nuk mund të bëhen deputet. Edhe ata nuk janë vetëvendosje. Kështu që 50 sot deputet i ka. 53? 53 deputet e lëvizjeve 8 të minoriteteve i ki shablon. Ku të thot edhe Ramush Haradinaj, në këtë rast, për të thënë zoti Kurti, Vjosën do të votojmë, ato janë makina votuese që absolut nuk ka kundërshtime brenda lëvizjeve vendosje, sepse në lëvizjen e vendosje, unë kam thonë edhe herave tjera, nuk ka demokraci. Aty ka autoritet, aty është një emër, ai emër është Albin Kurti dhe çdo vendim që e merr Albin Kurti, aty vetëm i bëhet amini nga të tjerët. S'ka kundërshtim, s'ka vot kundër. Ramushi. Të gjithë do t'i shohim. Do të shohim. Ramushi. Do ta votojnë. Okej, faleminderit shumë zoti Ret Koceri, për mua kënaqësi shumë që patëm mundësi të shihemi sot, edhe natyrisht që të marrim opinionet tuaja për audiencën tonë në këtë emision. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt. Kënaqësi shumë.